të burrave apo të odave. Tani problemi është ky që ai parlament atë funksion nuk e bën, ai sikur bën të kundërtën, ai sikur po filtron dhe po kërkon më të qinj, më të inkriminuarit. Edhe populli shqiptar i gjetur në këtë situatë ka kapur sheshin. Edhe ne përveç kapjen e sheshit ose tregimit e pakënaqësisë në shesh, duam ta organizojmë në kuvend. Domethënë deri këtu besoj nuk ka ndonjë çudi të madhe çfarë është ky kuvend. Ne duam të gjejmë shqiptarët që mendojnë si ne, që përfaqësia duhet të jetë e para e pastër, e dyta duhet të jetë edhe guximtare, se në një kohë ku Shqipëria rrezikon spopullimin apo edhe zhbërjen e vet, duhet njerëz të guximshëm të përballen me të keqen. Edhe e treta është duhet të kenë një farë background-i, dije, ekspertize, mund të jenë edhe bujk të thjeshtë, po duhet të kenë diçka që të ofrojnë për të nesërmen një eksperiencë që kanë në fushën e tyre që të ndërtojmë një Shqipëri të re. Koncepti i kuvendit ky është. Kuvendi zyrtar është i bllokuar nga e keqja, kuvendi qytetar, jo qytetar kundër fshatarëve për shembull, po qytetar civil. Zyrtari dhe civili tenton këtë. Atë që ka detyrë kuvendi parlamenti, do të gjejë më të mirët për të përfaqësuar Shqipërinë. Ne themi këto nuk e bëjnë, duhet ta bëjmë ne me shqiptarët, edhe nuk është i mbyllur, sapo është hapur, ai ka qenë takimi i parë, interesurit të parë kanë ardhur, kemi diskutuar, edhe qëllimi është ky në fund fare, të gjejmë më të mirët, të bashkëpunojmë edhe të themi se si mund të jetë një Shqipëri e re, një Shqipëri e mirë nesër. Pastaj mekanizmat, metodat, mënyrat do i gjej kuvendi vet. Ne nuk të bëjmë top down. Ne e dim si bëhet, hajde një ca njerëz, bashkojuni neve. Jo, ne do të bëjmë bottom up. Ne do mbledhim njerëz, thash, filtrimi është i pastër, i guximshëm dhe i ditur, do i mbledhim. Domethënë, këto janë të tre relative. Pse janë relative? Po i guximshëm, i ditur, edhe këmë thatje i pastër. I pastër, po. Sepse nëse do të flasim nga aspekti politik, aty ka njerëz që kanë qenë në parti ndryshme politike, po prapë ata janë qytetarë të lirë që thonë, ne jemi zhgënjur nga Partia Socialiste apo Partia Demokratike. Patjetër. Na jemi mundësinë të vim aty. Patjetër. Patjetër. Po mund të ketë edhe deputet, ish deputet që mund duan të vinë. Tani duhet bërë një lloj ndarje. Ne kemi bërë ndarjen që patjetër njerëz që kanë pasur funksione të larta të shtetit, edhe nëse parlamenti është organi më i lartë vendimarrës, ti si deputet i Partisë Socialiste o Partisë Demokratike ti nuk mund të marrësh pjesë në kuvend. Kjo është e qartë. Po e kemi çuar deri te shtresa e mesme, në krye bashkiakëve edhe shtresës së mesme politike. Mariana Koçeti nuk e pranoni aty, pavarësisht se ka ikur nga PS. Tani kjo është në parim. Po, parim. Pastaj tani nëse dikush bën një mea culpa dhe thotë shiko, unë nuk vi nga politika, si marrim Marianën për shembull. Po ky është mendimi im personal, ne në platformën tonë ne kemi thënë deri në shtresën e mesme të politikës ose të organëve të shtetit. Deri aty, edhe aty ti nuk mund të bëhesh pjesë. Po marrim Marianën, edhe ky është mendimi i Evaristos, nuk po del nga kuvendi. Për Marianën, Mariana është një njeri jo politik. Umor është njeri që ka qenë aktiv në publik edhe ka bërë një reklam të mirë kulturës vet. Umor beftas nga Edi Rama u çuan në krye të listës së Shkodrës, ajo nuk e kuptoi pse e bëri Edi Rama atë, ai e bëri për të shfrytzuar imazhin pozitiv e saj edhe për të mbuluar ca imazhe negative në PS në Shkodër. Domethënë ai e bëri atë, ajo u ndje e ndërruar. Po unë kam ndjekur, ajo shumë shpejt e kuptoi që u përdor thjesht si kukull, si imazh, edhe ajo shumë shpejt tregoi një pakënaqësi. Momentin e parë që ajo e pa një mundësi për të dalë nga një rreth vicioz, e përdorur si kukull, ajo doli. Për mendimin tim, nëse ajo bën një mea culpa, edhe thotë unë se kuptova për çfarë u përdora dhe unë nga nesër dua dijen time, mundësitë të mia t'i përdor për të mirën e Shqipërisë, për Evariston, ajo është okay.
Po pastaj këtë nuk e vendos Evaristo, këtë e vendos kuvendi, njerëzit që marrin pjesë edhe votohet në mënyrë demokratike. Evaristo, pas përtej asaj që u duk në kuvend, a është folur mes jush, mes grupit organizator aty, grupit punës apo antarëve të kuvendit, quajeni ju si të doni pra termin, edhe për fatin e protestës në shesh, pra si do të vazhdoj pjesëmarrja, angazhimi, mobilizimi nga jashtë vendit, nga brenda. Edhe në momentin që ju themeluat këtë institucion, hapi parë ishte më pas vajtën protest në mbrëmje në shesh. Po. Si u pritet nga pjesa tjetër aty? Pra u pat një sy tjetër, u pritet pozitivisht, ishin skeptik? Jo, tani kjo duhet kuptuar. Kuvendi kombëtar qytetar del nga protesta, sepse thash, shumica e organizatorëve të protestave janë të kuvendi dhe e kanë krijuar kuvendin. Domethënë nuk është një shumica, pa aty në mos gaboj ky Xhemali si e ka mbi emrin, pastaj Andi Tepelena, ai tjetri me qeleshe e harrova, Benkola e të tjerë që pak a shumë i shikojmë çdo natë aty si figura që në momentin e marshimit që nis protesta, ata nuk ishin aty apo jo? Ishin këto tre emra që ju keni përmendur, këto kanë votuar pro krijimit të kuvendit. Tani kush është kundër? Ishin fizikisht në kuvend? Po. Se të paktën Andin dhe atë Benkolën nuk i pash fizikisht në aty tek pjesa e kuvendit. Po, Andi dhe Arben Kola kanë zgjedhur një rrugë të mesme, domethënë ishin aty të hoteli, na dhanë dorë, u takuan, por nuk dolën publikisht para kamerave, por Ilir Xhemali për shembull e keni në kratë e Viol Kullurit. Po, për shembull, edhe shumë të tjerë. Kisha më shumë. Po prandaj duhet ta kuptoni që ka një presion të madh edhe media që raportojnë në mënyrë negative. Raportojnë në mënyrë negative. Ta për shembull nuk është e di, unë ju pyeta, për shembull pas kam gatuar Xhemali me dikë tjetër, Antin se pas kam parë Tepelenën me Kolën. Po, këtë duhet të shpjegoj. Domethënë është një presion i madh mediatik dhe mediat sociale, po pse është ky presion i madh? Sepse diçka aty po luan, domethënë ato që e kuptojnë politikën, që e kuptojnë lojën, e kuptojnë shumë mirë që kuvendi është një rrezik real kundrejt protestave pa kokë, është një rrezik real për të ndryshuar diçka në Shqipëri. Prandaj presioni është shumë i lartë. Unë jetoj në Zvicër. Unë masa nuk e ndjej aq shumë sa shumë njerëz, sa shumë organizatorë të protestave. Edhe disa prej tyre, për shembull edhe zonja Luciana apo zonja Arlinda, edhe shumë të tjerë që nuk do t'i përmend individualisht, kanë zgjedhur një rrugë të mesme. Janë shprehur pro krijimit të një kuvendi, një organizimi të mëtejshëm, po nuk duan të jenë aktiv fizikisht ose para kamerave që të duket sikur janë ato tani udhëheqësit, sepse kuvendi ka në veten një koncept tjetër. Kuvendi ka konceptin që do bëhet një asamblee e madhe me 1.500 persona, të cilët do krijojnë kuvendin vendimarrës qytetar, i cili do votoj po ashtu pastaj bordin ekzekutiv. Domethënë është gjithçka është demokratike, nga poshtë lart. Qeverinë e hije është një interpretim. Jo, qeverinë për bord ekzekutive kanë fjalën për çfarë? Se është diskutuar edhe për një qeveri të kuvendit.